Dëshiroj t'ja shpreh keqardhjen gjithë qytetarëve të Kosovës për këtë tallje që po bëhet me verdiktin e tyre nga ana e partisë së parë, e cila edhe sot për të hetën herë na mbledh këtu në kuvend dhe sillet me mentalitetin e njëjtë. Por unë dëshiroj t'i them 3 mesazhe sot nga hulli i kuvendit të Kosovës. E para, demokracia funksionon me shumicë, jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partije politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë gjithë që koha e sundimit një partijak dhe hemonizmit ka përfundu. Sa më parë që ti kupton, lëvizja vetëvendosje, këto 3 çështje, aq më mirë për vendin, sepse vërtet është e tepërt që të sillemi këtu çdo 2 ditë, duke pritur që t'i thirrin arsyes edhe të propozojnë një kandidat apo një kandidate që merr shumicën e deputetëve të Kosovës.